Të dashur miq, në këtë paragjuma po ta mësoj një dua për pasuri, si ti largohemi fukarallokut dhe si ti lutim Zotit që të na i hap dynjan dhe pasurinë halal. Ngriti duart bashkërisht dhe thuaj me mua: Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të mëshirshmit të gjithë mëshirshmit. O Allah, Zoti i qiejve dhe i tokës, Zoti i arshit madhështor, o Allah, ti që e din çdo gjë të fshehtën dhe të haptën, o Zot ti i cili e çan farën e bërthëmën, o Zot ti që e zbritet Teuratin, Injilin dhe Furkanin, o Zot kërkojmë mbrojtje tek ti nga e keqja e çdo krijesës e cila është nën mbrojtjen tënde dhe pushtetin tënd. O Zot, të lutemi që ti je i pari dhe i fundit dhe nuk ka pas dhe para teje asgjë. O Zot, ti që je ai me fuqinë tënde të dukshme dhe s'ka asgjë më të dukshme se fuqia jote, dhe ai i cili fuqia jote është edhe fshehur dhe s'mund t'i fshehet asgjë fuqisë tënde. O Zot, shlyma borxhin të cilin e kam. O Allah, bënëm të pavarur nga varfëria. O Zot, hapmi syt në këtë dynja dhe furnizon me halal. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.